Amin. 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 Kështu ka thënë Herë Rasulullah alayhi salam të hyp në hutbe. Në shkallën e parë ka thënë amin. Në shkallën e dytë ka thënë amin. Kur hyp në shkallën e tretë ka thënë amin. Pasi që ka përfundu ligjërat e tina alayhi salam, e kanë pyet shokët e tina, kanë thënë ja Rasulullah, të kena ni të thënë amin, amin, amin. Kështu amin thot njeri kur dikush i thot diçka, edhe ti e vërteton ose pajtohesh ose i ban amin duas ose thanjes tina. Do më thënë, pse ke thënë ja Rasulullah? Ka thënë Rasulullah alayhi salam, është ardhë Gjibril alayhi salam, edhe më ka thënë Allahu e largoft në atë kuptimin për rahmetit tina atë njeri i cili i zen dy prindrit gjallë, ose njanin prej tyne e nuk e fiton gjenetin me ta, në atë kuptimin mundësi shumë e madhe. Ka thonë Rasuli alayhi salam, amin. Do më thonë, ai njeri që nuk e mrin gjenetin me respektin e prindve, Rasulullah alayhi salam ka thonë, amin, që Allahu me largu për rahmetit tina. E ka thonë e dytën ja Rasulullah, ka thonë dytën është ardhë Gjibril alayhi salam edhe më ka thonë, Allahu e largoft atë njeri cili përmenesh ti, o Muhammed, do më thonë përmenet emni Muhammed alayhi salam, edhe nuk dërgon salavat, do më thonë nuk thot alayhi salam, do më thonë sarë të nish Muhammed, ose Rasulullah, ose Nebijullah, thuj alayhi salam. E treta e Rasulullah, ka thonë e treta është ardhë Gjibril edhe më ka thonë, Allahu e largoft në atë kuptimin për rahmetit tina, atë njeri i cili e mrin muajin Ramadan edhe nuk i falen gjinahet. E mrin muajin Ramadan edhe nuk i falen gjinahet. Në atë kuptimin me këthyn këtë gjuhën tonë, i ke edhe që kjo mundësi e ka zanë Ramadan edhe s'u kanë falë gjinahet, Allahu e largoft për rahmetit tina. Kjo pi bjeno musliman që puna jote është veç me të zanë që kjo Ramadan si musliman. Edhe me adhon hakin, qasa ti ki mundësi, këta duhet me ba. Do më thënë, duhet me të zanë Ramadan. Ti nuk duhet me ba diçka shumë madhe. Duhet me të zanë Ramadan. Si të zanë Ramadan si musliman. Edhe e ap hakin Ramadanit, qasa ki mundësi, Allah t'i falë gjinat për rahmetit tina subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla na baf për atyne që kur nuk him në aminin e Rasulit alayhi salam të trija.